Pra Aliu, kur e hante hurmën, bërthaman e vendoste para Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që kur u bë një grumbull bërthamash, atëherë Aliu i tha pejgamberit Zotit sallallahu alaihi wasallam, i paske ngrënë gjitha këto hurma, o i dërguar i Zotit. I dërguar i Zotit alayhi salam tha: "Po ti o Ali, si i paske ngrënë hurmat me bërtham?" Për rasteve tjera që vlen të përmenden se si pejgamberi Allahut bën të humor ndonjëherë me disa njerëz, është edhe rasti ku një grua erdhi tek pejgamberi Allahut alayhi salam dhe u ankua për bashkëshortin e saj. Kështu ai tha: "A është bashkëshorti yt ai që i ka sytë e bardhë?" Gruaja u brengos dhe mendoi se burri i saj është verbuar, nëse po fliste pejgamberi Allahut. Në ato momente iku me vrat tek burri i saj dhe filloi t'ia shikonte sytë. Dhe i tha burrit saj: "Si i ke sytë?" Thot: "I kam si gjithë të tjerët." Thot pejgamberi Allahut tha: "A është burri yt ai që i ka sytë e bardhë?" Tha: "Oj grua, po a nuk është shumica e sipërfaqes së syrit tonë e bardhë?" Pra këtë ka pas për qëllim pejgamberi Allahut. Pra ka bërë një lloj humori. Me këtë ka dashur me rikthy tek burri vet, edhe me bë që mu shqetësu për ta, mu përkujdes për ta, por e ka bërë në mënyrë humoristike. Pa e ofenduar askë, pa e linquar kë dhe pa e dëmtuar kë. Njëherë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha Suhejb ar-Rumit, sahabiu të nderuar, që kishte prejardhë romake, dhe i cili e kishte njërin syt pezmatuar. Ndërkohë hante hurma. I tha: "O Suhejb, si mund të hash hurma me syrin e pezmatuar?" Ai e kuptoi shakën e pejgamberit Zotit alayhis salam dhe i tha: "Mos u merakos, se e ha me atë që e kam të shëndosh." Tha: "Mos u bën marak se e ha me këtë syrin që e kam të shëndosh." Pra ja ktheu në një farë forme shakën me shaka pejgamberit Zotit. Një tjetër pejgamberi Allahut ishte duke ngrënë hurma së bashku me Aliun radhiyallahu anhu. Dhe pasi që e hante hurmën, bërthamën e vendoste para pejgamberit Zotit. Pra Aliu, kur e hante hurmën, bërthamën e vendoste para Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që kur u bë një grumbull bërthamash, atëherë Aliu i tha pejgamberit Zotit sallallahu alaihi wasallam: "I paske ngrënë gjitha këto hurma, o i dërguar i Zotit." I dërguar i Zotit alayhi salam tha: "Po ti o Ali, si i paske ngrënë hurmat me bërtham?" Pra shaka me shaka. Është e bukur kjo. Në një hadith sahih tregohet se pejgamberi Allahut në shaka i ka thënë Enes ibn Malik radhiyallahu anhu dhe e ka thirrë atë: "O ti me dy vesh." Pra nuk ka gëny, ai dy vesh i ka pas. As nuk e ka nënçmu. Por ka dash me bën një lloj humori me te. Pra o ti që i ke dy vesh. Ka dash me relaksu situatën, se ka ditë që Enes ibn Malik nuk i hidhrohet pejgamberit Allahut, sepse nuk e ka nënçmuar fare. Madje vet ka thënë që unë për 9 vite apo 10 vite sa i kam shërbyer atij, ai jo vetëm që nuk ka quar dorë ndaj meje, por kur as of nuk më ka thënë. Pra as një tingull më të vogël nuk e ka lëshuar në raport me mua kur unë eventualisht kam gabuar diçka. Gjitha këto sekuenca humoristike, argëtuese dhe zbavitëse të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me sahabët e tij tregojnë se Rasulullahi alayhi salam ka dashur me përçuar një mesazh tek ne. Duke na thënë se relaksoni. Jeta nuk është vetëm përgjegjësi strikte, por pe përgjegjësisë e jetës është edhe zbavitja. Është edhe pozitiviteti. Është edhe mbjellja e gëzimit dhe lumturisë tek të tjerët. Madje kur e pyeti dikush prej sahabëve dhe i tha: "Ayyul a'mali ahabbu ila Allahi azza wa jall?" Cila prej veprave është më e dashur tek Allahu i Madhërisht? Çfarë tha? Tha: "Idkhalu s-sururi ala muslim." Tha: "Të mbjellësh gëzim, të fusësh gëzim tek zemra e një muslimani. Pa të bësh shkak që dikush të qesh, të bësh shkak që dikush të gëzohet, të bësh shkak që dikush të lumturohet." Në fund dua të përmend një fjalë të urtë të Imam Aliut radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Nxjerri bisedës shaka, aq sa i hedh gjellës krip." Pra, kjo tregon se pjesë përbërëse e jetës së tyre ka qenë edhe shakaja, ka qenë edhe zbavitja, ka qenë argëtimi, mirë po ata kur nuk i kanë tepruar gjërat, kur nuk i kanë tejkaluar kufit e Allahut Madhërisht.